pajisjet e kemi gjitha, çka na nevojitën e kemi gjitha. Kjo bujqësia dën gjithmonë investim, po na gjithmonë fitimin e investojmë makineri, mbledhje makinerisë më të re. 30-40.000 euro kushton këtë traktor, ç'është? Po, dikon 40.000 deri në 50.000, këta John Deere, prodhim amerikan, është një markë pak më e shtrenjtë, po punën që e bën domethënë kjo i ka halal po. Kjo është më i vjetri në firmën tonë. Ato ne përfitoj 20.000, ne përfitoj 30.000. Realisht ai nuk e llogarit që ato i merr ato pore, po nuk i llogarit që sa ka investu anej në ushqimin ato. Timin e mirë e ki nëse e arrit rendimentin e mirë, cilësinë e mirë për me ndiku te prodhimi i qumshtit. Kur ti e ki ushqimin e mirë, lopa anë ushqimin kvalitet edhe prodhon qumshtin kvalitet. Kemi dikon prapësisht 70 kg lap qumshtore. Ti kemi sa mështira viça 3-4 muajsh, 5 muajsh për i prodhim, raca është Holstein. Po këta janë si fëmija e vogël. Dojnë kujdesin fillim e dojnë kujdesin maksimum. Ta të rit po mendojnë që shumë shpejt me fitu, nuk bëhet kjo punë për një muaj, një vjet, 2 vjet. Ky biznes do të më hap gradualisht me pas vullnetin për me punu këtë punë. Po se pa të vullnetin kjo punë nuk ecë. Përshëndetje, miqtë e mi dashur për me Lauretës. Unë këtu ka marrë te UK Farm, që është një ndër firmat më të mëdha të komunës së Pesë, po mundem me thonë lirisht edhe në rajonin e Dugaxhinit. Për ata që se din, UK Farm janë ndër prodhuesit më të mëdhenj të qumshtit, qoftë edhe për kompaninë Vita. Edhe këtu kemi ardhur me po procesin, edhe me po gjendjen e firmës, po edhe me po se çfarë qumshti konsumojmë na për ditë. Pronari i firmës nuk ka hezitu me na fol edhe me na hop dyert e firmës, po edhe me na tregu sfidat mbujtësi edhe mbledhtori. Edhe për ma shumë detaje, hajdeni me mu ta takojmë Elvirin edhe të shohim firmën edhe gjithë punë që bëhen te UK Farm. Elvir, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht du me të falendru prej zemrës që pranove me bo një bisedë bashkë edhe me fol për punën tënde, edhe për traktorat që kam pushtu Prishtinën edhe që i kanë rënë sy krejtë. Qësh je, Elvir? Mirë, faleminderit. Mirë që keni ardhur dhe jo që keni gjetë ku me ardhur me na vizitu. Direkt nga vendi i punës, me pa që është rrjedh kjo punë, çka punojmë, ku ja nisim edhe kur e mbarojmë. Elvir, du me të pyet sa vjeçar je? Jam 38 vjeçar. 38 vjeçar. Na para se me nis intervistës bisedum pak për çush ja ka nis puna, çush e keni pas qoftë prej jeni me tradit domethënë në bujqësi edhe mbledhtori. Prej vitit 2000. Prej vitit 2000 domethënë non stop si keni Ja kem shoku fillu. për asnjëherë. Absolut. Apo mi tregon ti ke qenë fëmijë atëherë edhe po i kujton besoj fillimet çush ja ka nis. Patjetër. Qysh janë këto fillimet, Elvir? Tash me prindin e ndjerë, që ka ndru jetë që 4 vite, ja kemi fillu kësaj pune prej vitit 2000. Ja kemi fillu gradualisht me 5-6 copa, 10 dhe 20 krejë, kem shku. Dhe në vitin 2004. Pastaj se atëherë edhe nuk u shit ke qumshti, nuk kem pas treg ku me plasu qumshtin. Qumshtore ka pas shumë vogla, me kapacitet shumë vogël. Edhe kishim shumë problem me plasu në treg qumshtin e prest. Me hapjen e fabrikës qumshtores Vita, aty e kemi gjetë zgjidhjen e prodhimit qumshtit. Domethënë atëherë kemi pas vetëm a mundesh me prodhu, nuk ka pas limite më sa litra qysh tek. Domethënë sa do pak ja u ka ndihmu pak edhe me i zgjeru krejt e lobëve dhe... Normal, aty gradualisht ja kemi fillu mu zgjeru prej 20, 25, 30, dhe tash kemi 70 krejt, dikon komplet që janë 100 krejt. Sot babët është i ndjerë edhe po shpresoj që ai po pushon poqe edhe po deshta me fol se më tregove që ai e kalon punën e vet për blegtori edhe. E vërtet.
Apo më tregon pak edhe për audiencën. Ai ka qenë polic, apo? Po është pranu për polic, por pastaj e ka lënë atë punë se ka thonë nuk muj me nimu familjes tam me një rrogë, më ka thonë ashtu kështu, kështu që pe hapim një biznes, pja filloj me shto, me lopë qumë shtit nga pak me qështu me bëjtësi, edhe aty ja kem fillu, prej aty mos që kem shkapu sa i punë deri me sot. Shembulli konkret, Elvir, se qysh e kalon ëndrën e vetë, se unë po besoj që ai ju ka tregu që gjithë e ka pos ëndrë me shërbya dheut, edhe me qenë është oficer policie dhe ka shkëput ëndrën e vetë, për shkak se me një rrugë s'ka mujt me ju mbojt krejt anëtarët e familjes edhe u merr me blegtori. Po edhe sot, edhe mandena kur i bënet edhe jo me janë gjitë dorën, për thëmë kështu, jo, a pranu, co vllazën jeni? Jemi 3 vllazën, unë 38 vjeç, ai 36, tjetrin e kem 25 vjeç, kështu që e ka lind mas lufte në vitin 2000, me përfundimin e luftës, gjithë jem kyçën këtë punë, edhe na kem pas mundësi si shumë tjerë, si bashkëmoshatarës, si shokë tonë që kanë shku rrugët mërgimit, s'kanë gjetë zgjidhje këtu, atëherë konë koha kanë pas arsye me shku, me bo një jetë kishe ma të mirë, po ndashta dikush ka bo, ka asi që s'kanë mujtë të bo kur gjo. Na menojmë që konë ma arsysh me mi kontribu venit, pa morë pa arsysh çfarë sakrificë qysh edhe tek. E di na je mënu gjithmonë me fitu punën parën në ndjerës. Edhe nështë atë gjithat fitim që e keni bo se ju merrni edhe me bujqësi, po edhe të njëjtën kohë edhe blegtorin, kena me vizitu edhe firmën. Po, pa tjetër. Edhe po, do me thonë, fitimin që ajo është bo, po besoj se cilën e keni investu edhe në pajisje bujqësore. Se po shihet që keni gjithë shka këtu. Po, pajisjet e kemë gjitha, çka na nevojitën e kemi gjitha. Po, kjo bujqësia dënë gjithmonë investim. Nuk mundesh edhe pare edhe kapital. Po, na gjithmonë fitimin e investojmë makineri, mbledhje makinerisë ma të re. Elver, aja shën njeri hajrin bujqësisë në qoftë se merret në këtë punë. Ka shumë tri që nështë sot ose ka edhe mërgjimtar që nështë dojnë më këthy me investu diçka. Aja shujnë hajrin, qa me ndonë ti? Qa i kështë dhonë ti një mesazh? Pa i këta trit po menojnë që du të në start me startu shumë shpejt me fitu. Nuk bëhet kjo punë për një muaj, një vjet, 2 vjet. Ky biznes du të më hap gradualisht me pas vullnetin për me punu këtë punë. Po se pa të vullnetin kjo punë nuk ecë. Edhe dëshirën. Ka edhe dëshirën. Ka sakrifica, ka të lashe, ka probleme gjithmonë. Mvaremi shumë edhe prej kohës. Kështu që 3 vitet e fundit kem pak ma problem me sigurimin e ushqimit, po falë Zotit, punojmë pak ma shumë toka edhe e sigurojmë edhe për firmë tonë, po njëkohësisht edhe për firma tjera, kolegë tjerë që kem marrëveshje me ta. Edhe më thaj që pak duhet edhe koha, nashta jo pak po shumë, sidomos në bujqësi, apo më tregon çka kultivoni? Po na si firmë këtu kultivojmë edhe ma shumë misër, po edhe grur. Tani ja kem fillu që 2 vite e kënej ma shumë me grur më mirë. Kultivojmë dikon rreth 50 hektarë grur i kem si vjetë, që menojmë çdo vit me më shkutu zgjeru. Edhe i mjellim 30, 40 deri 50 hektarë edhe misër çdo vit për nevojat e firmës. Elvira, ka pos në herë në i vetë nështë që nuk ka pos rendiment? A e mon men që nështë mundesh me ndo dhe me ne? Po, ka pas, këtu të thash edhe ma jetë që 3 vitet e fundit ka pas shumë probleme edhe me rendiment për shkak të kushte klimatike që thatësisë të madhe që ka mbretëru. Si vjetë po shihet pak ma mirë, inshallah dhe Zoti të kemi çdo kohë pak ma ndryshueshme, jo vetëm dill me na djeg. Qysh e ngushëlloni vetën nështë në ato momente kur e bën gjithat punë, gjithat investim, se ti kur mbjell do me thonë rreth 50 hektar grur,
duhet pak, është investim, ka shumë pore, shumë mund, po ka ndodhë edhe më tha që s'ka bo heq, dhe më thë s'ka jo për rendiment. Që që ngushtojni veten në momentin kur zbohet shkurt e shqip. E jep paren, e jep mundin, e jep nështë gjithë forcën. Ka pas edhe vetë që i gjithë përëdhimin e ka shku dëm. Po folit e kultivimi i gruajt. Por s'kem pas fort eksperjenca me ta, tash kem pak ma eksperiencë në këtë punë, në këtë lami edhe jem shku të e përvetësu këtë punë. Tash i dim, domethënë kem shku gradualisht të rrit edhe rendimentin. Se pa rrit rendimentin, gruën nuk mundesh me fitu. Gruaja është në fitim mos them minimal, që mundesh edhe me hub krejt, ndoshta krejt varet për kushteve klimatike. Sa për shembull don investim 50 hektar grur. E kon fjallën me shpenzimet naftës edhe me shpenzimet... Me krahasu me këtë vetë edhe vitin e kaluar, lënda parë, plenat artificiale këtu kanë qenë shumë ekstrem shnajta. Nuk muj me të thonë ashta se s'ka fitim, po edhe nëse kem fitu, kem punu shumë për me fitu pak. Okej, viteve të kalume, do më thonë sidomos vitin e kalume. Po, sidomos vitin e kalume. Po, edhe dishta me shpjegu pak a shumë edhe këtu pajisjet makinerit bujqësore që i ki, këto, për qa përdoret ky pari, për shembull? Po, këto e kem për punë ndryshme, kem bagjerin për ngjeshjen e sillazhit, për gaditjen e terrenit në toka, që kem nevojë diçka. Traktorin, kjo është pak më i madh, kemi dikon 6 traktora, i kemi. Kjo është më i madh për levrim, e kemi për frezë, për këto, po gjithë hin punë, me gjithë punojmë. Kjo është kur pa që marrim ushqimin me ta, e qesin mikser, bluet atje, gjitha me këta e kapim, edhe kjo është... Çfarë modeli po, janë këta traktura? Ta janë John Deere, prodhim amerikan, me licencë amerikane që prodhohen ashtu edhe në Gjermani edhe në shumë shtete tjera, po është një markë pak më e shtrenjtë, po edhe më e kushtueshme, edhe në mbajtje edhe në krejt. Po punën që e bën, domethënë kjo, i ka halal poret, po. Domethënë, a është e vërtetë që 30-40.000 euro kushton këtë traktor, që ashtu sipas... Po, dikon 40.000 deri në 50.000 këta, edhe ashtu edhe ata, dikon... Domethënë shumë e madhe, po është një shumë, ka halal se bën e krym punën. Po, na, si që ceka dhe ma herët, na investojmë makineri, kem dëshirë me kry punë. Kjo është komboj? Kjo është komboj e grunit, që bën korrin e grunit, edhe po ashtu edhe të misrit, edhe shumë drithna o tjerë, po na realisht tash e përdorim vetëm për grën, të shohim vitet e ardhshme, çka mund me prodhu diçka më shumë, për me na him punë edhe hala më tepër. Po, dishta me pyet, jo, a i përdorni krejt këto makineri bujqësore veç për punët e juja të bujqësisë, apo nështë edhe me pagesë të tjerët, se sot nuk është që po merren edhe shumë me punët e tregtorisë dhe bujqësisë? Po tash, realisht janë vetëm këto firma pak më të mëdha që merren me punimin e tokës, sepse me pak nuk i llogaritash. Gjithë janë përmerë që i punojnë 5 hektarë, 10, 20, 30, na punojmë edhe në për firma tjera, në për kolegë tjerë. Kryjmë punë bujqësore me makina. Kjo është ajo hederi, si i thojmë na, i kapet asaj kombajs për para edhe e korë grunin. E këtë traktor po duket pak më i vjetër. Kjo është më i vjetër në firmën tonë. Domethënë, a është ndër të parët që a keni nisë me to? Jo, nuk është ndër të parët, po është një ndër këta që na kryjnë shumë punë. Është pak më i vogël, po kryjnë na vijnë shumë. Ka njëherë janë do shtu të vogël, po që njeri realisht mundet me kryjnë shumë punë të mëdha. E vërtet. A mundemi me shiku edhe atje në pjesën ashtu që keni? Gjithë fitimin që e bojmë na për kryen e këtyne punëve na investojmë makineri. Makineri edhe në toka. Pikë pari na kemi investu në toka ma shumë, mi përmirësu tokat, mi rafshu, kemi investu në blerjen e krerëve të lëvëve, tani kemi investu në blerjen e makinerisë, gradualisht, tash investojmë ma shumë në përmirësim të ushqimit, cilësinë e ushqimit. Që
normal është lidhet edhe me cilësinë e qumshtit, që e kemi çdo herë ekstra klasë. Po, edhe do me thonë interesant që në bujqësi se cila nuk bën pa tjetër, do Po, shkujnë krejt që këto janë t'lidhur. në zinxhire dhe që me orë deri te cilësia e produktit, që në këtë rast e keni qumshtin, jo që e keni edhe firmën qumshtore, që kena me diskutu tash edhe pak. Po. Këto qa ki, Elber? Këto janë mjete të punës, kjo është stepikse, ajo është mbjellës e grurit, ajo ciklon që e shpërndan pleon artificial, ajo makinë që e mbjell misrin, kjo është i thojmë rotoballer që i ban këta topat të mëdhej të ushqimit, po. E janë ato me radhë, ajo që e pështjell, tash i shikojmë ato të tjera, të i kemë sa mështira viqa 3-4 muajsh, 5 muajsh, për i prodhim. Janë disa prej firmës tonë, kemë ende anej, por këta rritën pak ma natyrë që të hapën. Raca? Raca është Holstein. Është raca ma e mirë që prodhon mas shumë. Mas shumë të qumsht, e vërtet. Edhe tash ti du me të pyet pak masi jem këtu të mështirat. Qysh do të më kujdes për tu, a kam probleme nështë, a smuhen, a qysh është... Po, këta janë si fëmija e vëgjel. Dojnë kujdesin, fillim e dojnë kujdesin maksimum. Këta du të mi përcjell vazhdimisht 2-3 javët e para që mos mi ka borku. Edhe 2-3 javët e para kanë ma problem. Tani gradualisht shkojnë e mojnë vetën. Këta tani kur dalin 3 muaj, kur dalin 3 muaj i ushqim me qumsht, pas 3 muajve ja fillojnë me silazh e me këto gjona tjera. Apo më tregën qa është dhe me thonë ka përzime, është silazhi këtu? Këto silazhi ushqim voluminoz, i përzim gjitha janë këtu, me koncentrat, me silazh të barit, mistrit, gjitha janë këtu. Është i kushtueshëm kë, për shkak se dojnë është ta këgja shumë. Po, realisht është i kushtueshëm se na kemi investu për me arrit që cilësin, me pas prodhim më të mirë, cilësi qumshtit më të mirë, edhe gradualisht më shku të rrit si prodhues. Me rrit prodhimin edhe ma shumë. Synimi jonë është me rrit prodhimin edhe cilësia me konë kështu nivel si që është. Deshta me të pyet pak për përfitimet nëse më nëshme nga të regu të silazhit e lupa që e konsumën. Po, kjo i ka shumë përfitime, po silazhi e mistrit është baza arsimit për lopë qumshtore. Pa silazh të mistrit, çdo sen tjetër që e prodhon është më e kushtueshme. Qoftë edhe shëndeti lopës, qoftë edhe shëndeti edhe të gjitha, të qumshti, po. Se që ato është esenca që qumshti me dollë kualitet, po, kualitet. Klasë, ekstra klasë. Ashtu është. Tu pishojmë edhe rotobaj, do më thonë, edhe realisht gjithë më ka interesu me ditë se so kushton një rotoball, nëse mund është me nga të regu. Po, realisht tash këtë në varet edhe pikë kvalitetit. Na 99% e kemë vetëm detelin. Detelin e njohëm që bojmë rotoballa. Ta nuk i llogarit e mirë kështu sa kushton qysh tek, po nëse me ble kushton dikon rreth 80 deri 100 euro. Tash për momentin, po, një i tillë. Sa të bën për shembull për një lop ose për firmën e juaj që i keni rreth 50 krah lop, sa bën një rotoball i tillë? Po realisht për momentin na shkon 1 deri 1,5 në ditë. Një kësi deri në 70 tjetër. Që realisht do të më cekë që edhe shpenzimet edhe të lopa janë këgja të kushtueshme. Po normale, e dihet. Se njerëzit menojnë që tash janë bërë shumë intervista. Tash njerëzit menojnë edhe i shonë për media, në për e cekin, thotë ne përfitoj 20.000, ne përfitoj 30.000. Realisht ai nuk e llogarit që ato i merr ato pore, po nuk i llogarit që sa ka investu anej në ushqimin ato, kështu që nëse fitimi mendojnë edhe tash edhe njerëz edhe audienca menon që është fitimi shumë i madh dhe menon që po bëni të them kështu qirak ndoshta me këtë punën e blegtorisë. Fitimin e mirë e ki nëse e arrit rendimentin e mirë, cilësinë e mirë për me ndiku te prodhimi i qumshtit, te lopë qumshtore. Kjo është esenca. Ai domethënë është fitimi i mirë. Ai është fitimi i mirë kur çtohet 3 parametra ai plotson. Ose për marrë drejt e fitimi do të me pas nështë edhe lopën për thëmë kështu nivel. Normal. Shëndeti. Kretë këto lidhën në shëndetin e lopës.
Kur ti e ki ushqimin e mirë, siguroni ushqimin kvalitet, lopa anë ushqimin kvalitet, edhe e prodhon qumshtin kvalitet. Edhe shëndeti është nivel. Edhe na që e konsumujmë andej qumshtin, jem rehat. Pa problem. Pa problem edhe. Atje që ki nëse më nësh me na tregu pak, se ka shumë njerëz që kanë dëshirë me i po. Këtu janë një ndër mjetet e punës që i kemë freza, pështjellse, rrotoballa, grabuja që shkepin, ushqimin, mbledhin, plugj që e lavrojmë tokën e punojmë. Kemë edhe shumë pajisje tjera për cilëse që na duhen për mi kry punët e fushave, po punët e fermës. Tash kena me shku pak edhe te pjesa e fermës atje te Luk. Po, patjetër. Edhe kena me fol pak edhe për qumshtin edhe për ato nështë dyshime që njerëzit munden me i pas të qumshti i fermerëve kosovar.